Okej, tani me parlamentin grek për ta mbyllur këtë? Po, një debat televiziv, një debat në kuvend para 6 vjetësh, që kam shpjeguar në një kanal televiziv unë, ministri i mbrojtjes akuzoi ministrin e jashtëm për buxhetin që kishte dhënë ai për zbulimin ushtarak të shtetit të agjenturës. Dhe mas shumë debateve tha ku ka shkuar parat dhe ai uli zëri me qetësi. Lekët kanë shkuar atje ku duhet shkuar dhe shikoj shtetet kufitar ku kemi çuar. Dhe shkoj shtetet kufitar. Është në televizor po ta klon Heroli me Gjoni. Pra, shtetet e konsoliduara, realizimin e qëllimeve të tyre gjeostrategjike e realizojnë duke patur një strukturat fuqishme agjentorore të zbulimit dhe diplomacisë për realizimin e qëllimeve të tyre në shtetet që kanë dëshirët e tyre. Okej, zoti Limaj, si doli Shqipëria mbas luftës së dytë botërore? A kishim në mundësi që mund mos ishim një shtet komunist diktatorial? Apo ishte destinuar kjo që ne duhet ishim të tillë? Është në kapitullin e 2 them Shqipëria midis lidhjes e perëndimit të librit. Po. U referohem me referencat të huajve në Shqipëri, sepse shqiptarët si besojnë një tjetrit, janë të huajt aty. Çfarë thot Lorec aty? Pra, Enver Hoxha ishte në mes rrugës, nga Tiamande, thot ai, nga lidhja e perëndimi. Amerika me Anglinë nuk e njohën qeverinë. Misioni angles i ndihmave që nuk ka UEFA këtu fare, mbështet se vëvoroi Pirin. Greqinë, që mbështeti edhe në konferencën e parë të paqes, Anglia. Pra, shteti shqiptar ishte shumë i shqetësuar nga ajo. Dhe ndihmat pothuajse u bllokuan fare. Në këtë kuadër, i vetmi vend që u përgjigj menjëherë që Jugosllavia. Dhe më mbrapa pasaj erdhi Bashkimi Sovjetik, të cilët i pari shteti shqiptar ishte Jugoslavia, dhe pasaj vazhduan shtetet tjera, dhe sa Amerika me Anglinë, ju e dini që vit pra nuk ishte rrugë tjetër. Nuk ishte rrugë tjetër. Po i gënjeu Enveri atë. Për çfarë i gënjeu? Nuk kam punë me Enverin, nuk kam historinë punë. Çfarë i gënjeu konkretisht? Është një çështje që ka mallë se dalim nga tema, po i gënjeu. Unë kam lexuar arshivat dhe gjithë qendrimet e tij. Ai ishte midis dy rrugë nga Tiamante, dhe duke qenë se perëndimi në jug për një kohë caktuar, dhe ai vetë ishte edhe komunist, detyrimisht zgjodhi rrugën e krahut komunist lindor. Çfarë ishte Shqipëria gjatë luftës së ftohtë në 46 vjet? A kishim në rëndësi apo ishim të pallogaritshëm në botë? Po të ishte pallogaritshëm Shqipëria në 46 vjet, nuk do angazhohej aq shumë siç kanë praktikuar në libret si amerikane, më 18-ta, KGB-ja, UDB-ja me radhë. Pra, Shqipëria fatmirësisht ka një pozicion gjeostrategjik shumë të rëndësishëm, dhe Shqipëria në ato vite ishte kalaja se kje kohën e Skënderbeut që ndante lidhje me perëndimin në buzë asaj. Kjo ishte për shkak të pozitës gjeografike? Prandaj, në vitin 49 deri 54, siç thot edhe Bleri, që dështuam, u bë operacioni midis dy zbulimeve amerikane dhe atë, për rrëzimin e partisë, hyrjen në Shqipëri, për rrëzimin e partisë dhe pasojat e të mbi Shqipërisë. Dhe dështuan sepse zbulimi jonë kishte realizuar futjen me agjenturë në të gjitha organizmat. Ja, më lë të pyes. Domethënë ju kapët një çështje thelbësore që ka goxha debat. Tony Blair, kryeministri i Britanisë, ka thënë 2 janë dështimet më të mëdha të MI6-s, shërbimit sekret britanik, dhe CIA-s. Ai në Irak në vitet 2000, dihet tashmë e famshme, dhe në Shqipëri në vitet 50. 49-54 ka qenë operacioni. Në fillim të viteve 50, valuable, i famshëm valuable. Zoti Lima, unë po pyes njeriu kompetent sepse ka plot studios që nuk kanë shumë lidhje. Kur s'kan qenë aktor shkuar i kot. Dhe po pyes njeriu që ti ke qenë pjesë e një shërbimi sekret. Tani, ishte ky dështim i CIA-s amerikane si pasojë e aftësisë së lartë të sigurimit të shtetit, apo tradhtisë së madhe të Kim Philbit, agentit britanik që u bë pjesë e KGB-s? Shumë qartë. Në vitin 1949, Shqipëria përbënte një objekt tundus për skifterët antikomunist në radhë e buzbullunit britanik dhe amerikan.
Nëse në vendet e tjera zhvilloi betejë e luftës së ftohtë, në Shqipëri zhvilloi betejë e luftës së nxehtë. Pse? Sepse të gjitha shtetet kundërshtuese të Shqipërisë kishin bërë organizime intensive për rrëzimin e partisë pushtet dhe mas saj do vinë pasojat e tjera. Për këtë arsye, dy zbulimet kryesore, amerikani me projektin i çmuar në anglisht obus befing, ndërsa anglezi me projektin djalli volube organizuan agenturat e tyre dhe personelin e tyre për të hyrë në Shqipëri. Çfarë synonin? Rrëzimin e pushtetit politik. Dhe me këtë azënconin? Enver Hoxha? Ishte një problem i cili ishte më shumë për interesat e tyre të binin në pushtet të gjithë emigrantët politik dhe ekonomik që kishin dështuar luftën nacionale shqiptare dhe ky pushtet i quhet armik me të drejtë të binin pushtet sepse në Amerikë në Suedi, vendet fara ishin shumë nga ata që prisin ardhmë pushtet, që nga me zogun krye janë rresht emrat, i kanë libër gjitha me radhë. Po, kjo do ishte një gjë mirë për Shqipërinë? Tani, dy zbulimet qendrat e tyre bën Italinë dhe Greqinë. Po? 800 emigrantë ishin në Itali, 700 në Greqi, 700 ishin në Itali. Dhe u përgatit komplet hyrja aty në Shqipëri. S'është e vërtet që Kim Fibi i sqaron mjaft mirë Lordi Angles Bathel në librin Tradhtia e Madhe. Po thot, nuk ishte tradhtia, thot, e Kim Fibit, po ishte aftësia e zbulimit shqiptar, i cili kishte futur brenda kësaj veprimtarie, agjendë e saj, dhe çdo lëvizje që bëu kundër Shqipërisë zbuloi që në kohë dhe merrte pastaj Shqipëria. Kujt din ata kur binte ai me parashut në X vend? Nga si arrinte ai? Po, sepse kur bëje planin ku do zbriste, vinte informacione para se tipi për lëvizje ai. Ashtu si u bë Xhavdet Mustafën, Pyes për Xhavdet Mustafën, po kemi ne dokumente që X agent ka treguar vendin që filan person do bjerë me parashut në filan vend dhe kapi, sa ta u kapën me dhjetra. Po pse agenti që ishte në grupin e Xhavdet Mustafës është tjetër gjë. Jo, i lidh gjërat pa agenturën. 83-shin. Në radhë parë një herë pa informator të brendshëm midis veprimtarisë armiqësore që bëhet, nuk mund të ketë kaq shumë sukses zbulimi. Pra zbulimi jon, atëherë quhet agenturor, tani quhet inteligjenca, ishte organizuar në mënyrë të shkëlqyer dhe brenda gjithë veprimtarive të diasporës politike dhe ekonomike jashtë shtetit, që drejtojë Gnacia Amerikane dhe më 18 janë gjithë në arshiv, këto që kam unë janë arshiv, këto i them unë, nuk them unë, kishte futur elemente saja, dhe çdo lloj planifikimi që bëj kundër Shqipërisë, dhe çdo lëvizje që planifikoi, vinte më përpara Shqipërisë ata i dhënë në aktivitet, dhe merreshin masa parandaluese. Kështu u realizua edhe me atë që thot Bleri, që në Shqipëri dështuan 4 vjetë, 29, 54, dështoj. Prandaj, në vazhdimsi të saj, se u kam tani deklaratën e drejtorit CIA-s, u detyruan që në vitin 1970, drejtori CIA-s për Shqipëri tha, dështuam, do ndryshojmë platformën, do vendosim strategjinë e plasaritjes që bën me shpifje dhe me intriga letrash që futën dhravasë në Shqipëri. Pra dhe vetë të shtetë ka këtë mëdha, kanë pat kaq probleme të mëdha për realizimin e qëllimeve të tyre, për rrëzimin e pushtetit politik. Problemi shtrohet shumë thjesht për njëri normal. Si ishte mundur 44-1910 nuk u realizua dot rrëzimi i pushtetit politik Enver Hoxhës. Kjo është pyetje që unë e kisha përgatitur. Sepse shteti shqiptar fillimisht punoi me Jugosllavinë dhe veçanërisht pasaj me Rusinë, ndërtoi dhe organizoi në mënyrë të shkëlqyer shërbimin e fshehtë të zbulimit politik dhe zbulimit ushtarak, dy drejtori qendrore. Drejtoria e zbulimit politik i quhet Drejtoria e Tretë e Ministrisë Punës Brendshme, u vendos të instaluan Ministrinë e Punës Jashtme. Ndërsa Drejtoria e zbulimit ushtarak në Pallatin e Brigadave në varësi të Ministrisë së Mbrojtjes. Drejtoria e zbulimit politik kishte mision të ndiqte veprimtarinë dhe zbulon të hapit të gjithë diasporën politike dhe ekonomike jashtë shtetit, e cila në bashkëpunim me agjentorët të huaj kishte për qëllim rrëzimin e Partisë Punës dhe Enver Hoxhës. Ndërsa
Drejtoria e zbulimit ushtarak kishte për detyrë të ndihte gjithë drejtarisht shteteve kërcënuese që përbërnin për shtetën komerciale, Jugosllavisë, Greqisë, Italisë, NATO-s Amerikës për përbërjen, organizimin, dislokimin dhe pritaritë ushtarake dhe kërcënimet që vinin Shqipërisë, të cilat unë paraqesë libër nga të dhënat kishim ne komplet organizimin. Do të pyes një nga i për këto. Shqipëria u bë anëtare e Traktatit të Varshavës, lidhur me këtë që ju thatë për mbrojtjen e vendit tonë, që në vitin 55 kur u themelua deri në vitin 68 kur doli. Çfarë roli pati vendi ynë gjatë kësaj kohe që ishte antar dhe çfarë ndodhi në momentin kur Shqipëria u largua? Sepse ishte lajmi numër 1 në botë. Traktati i Varshavës me në krye Bashkimin Sovjetik nuk kishte asnjë hapësirë detat e Mezeut. Në qoftë se flota e jashtë kishte gjithë Mezeun, se kishte antar Greqi, Itali, Spanjë, Francë, pastaj bëri Turqi dhe Greqi në 56-ën, Bashkimi Sovjetik lëvizte me anije në Afrikën e Veriut. Dhe hyrja e Shqipërisë në Tratatin e Varshavës, Bashkimi Sovjetik i hapi qersa të dyre fare dhe hyri Pashalimani. Ku zotron Mezeun, Pashalimani ishte pika më strategjike me Mezeun. Dhe ai solli, siç e dini ju, 12 në vdesje, nga të cilat 4 në vdesje ishin bashkëpunim me 2 ekipet, nësa 8 në vdesje ishin vetëm ekip rus, i cili kishte mision vetëm zbulimin në New York, që lëvizte gjithë Mezeun, Napoli dhe metra, vetëm me rus, kupton, 8 në vdesje. Dhe prandaja urshovi i jepte aq rëndësi Shqipërisë dhe pastaj ministrat e mbrojtjes së saj, sepse nëpërmjet Pashalimanit dhe hapësirës detare që lëvizte flota ruse në Meze, ajo e kishte kontroll të plot gjithë lëvizjen, përbërjen, organizimin, dislokimin e flotës jashtë amerikane, që ishte realiteti më i ashpër. Ishte sepse Rusia kishte frikë, sepse aeroplanmajtësit dhe në deset amerikane ishin në pajisje me armë bërthamore. Do të pyes për këtë, po si arriti, me çfarë guximi Enveri u prish me Bashkimin Sovjetik pikërisht në këtë moment dhe u largua dhe nga Traktati i Varshavës? A kishte rrezik që Bashkimi Sovjetik sulmonte Shqipërinë? Patjetër, mas i viti u bë plani, të cilin e kundërshtoi. Plani është libër, plani që kundërshtoi Ceaușescu me Titon, që nuk hapë korridorin ajror. Bashkimi Sovjetik bëri plan për të pushtuar Shqipërinë. Po, tani ishte një trimëri e madhe që të merre një vendim aq të madh kundër Bashkimit Sovjetik. E mori vendimin dhe ki parasyshti mbas largimit të flotës ruse nga Pashalimani dhe të aviacionit nga qyteti Stalin, komandanti i NATO-s tha u shtrirua Mezeu. Po para se të vim këtu, çfarë bëri që Bashkimi Sovjetik mos e sulmonte Shqipërinë? Bashkimi Sovjetik bëri planin e ndërhyrjes me aviacion dhe flotë dhe flota luftarake nga Sevastopoli mori uri dhe nise nga Bosfori dhe të vinte në Meze, nërsa aviacionit ju kërkua korridorit ajror të shpjegohet ju në Rumanisë dhe Jugoslavisë të jepte Shqipëri dhe të dy udhëheqësit e dy vende e refuzuan dhe shpërtheu problemi Kubës. Dhe këtu në ndihmoi Kuba? Po, shpërtheu se Amerika të me Kubën për plasë problemet e... Po, ja të ishe gati lufta bërthamore. Dhe pasaj problemi u ndërprer. Dhe të shpjot e libri, një general rus që ka mbuluar Ballkanin ka bërë librin për këtë, e shpjegon komplet planin që është në arshivat e Ministrisë Mbrojtjes të Bashkimit Sovjetik, plani ushtarak për pushimin e Shqipërisë. Në cilin vit edhe një 50-e? Në vitin 62. 62, më fal. Qofse Bashkimi Sovjetik do pushtonte Shqipërinë, çfarë ndodhte? Natyrisht do kishte konflikte botërore me NATO, sepse NATO ishte tepër e shqetësuar sepse hyrja e Bashkimit Sovjetik duke pushtuar Shqipërinë i krijonte probleme të mëdha shumë me Mezeun Verior, kur Shqipëria kishte zënë pozicionin e një vendi neutral dhe ndalte lidhjen me perëndimin dhe Italia, ministri i Italisë bëri deklaratë e madhe, na shpëtoi Shqipëria, se ishin detyruar të investonin shumë në industri ushtarake.
për të mbrojtur nga agresor rus. Këto flasin dokumentat, flasin rezultare. Tani e kuptova qartë unë se si isha shumë i qartë, që pse në enciklopedinë amerikane, kur është indeksi atje shkronja komunizëm, shkruan vetëm Shqipëria u largua nga Traktati i Varshavës. Ajo që kryesorja. Sepse ajo paska qenë krye. Tani dhe politika e jashtme e NATO-s me në krye Amerikën, mbasi largimit flotës në këtë krau, ndryshoi hoqje nga objektiv ushtarak, dhe në rrugë diplomatike ka punuar në vazhdueshme janë dokumentat që me ambasadorët e Presidentëve të Fat krijon të fillon një afërsi të ngadaltë me Shqipërinë.